to promote peace around the world because that's in our national. Sekretari Amerikan I Shtetit Marco Rubio ndodhet në Xheda të Arabisë Saudite për bisedime me një delegacion ukrainas. Synimi, sikurse thuhet në një deklaratë zyrtare, është avancimi I objektivit të presidentit Donald Trump për t'i dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë. Vizita vjen disa ditë pasi presidenti I Ukrainës Volodymyr Zelensky I dërgoi presidentit Trump një letër me tone pajtuese, pas takimit të nxehtë mes dyudhësve në Shtëpinë e Bardhë më 28 shkurt. Të premten e kaluar, presidenti Trump bëri komente rreth statusit të negociatave për paqe. Ne po përparojmë me Rusin, por aktualisht ata po bombardojnë në rënd Ukrainën. Dhe me thënë të drejtën, me Ukrainën po has në vështirësi të merren vesh në një kohë kur ata nuk kanë asnjë kartë në dorë. Si një formë presioni për t'i ulur palët në tryezën e bisedimeve, presidenti Trump ka ndërprer ndihmën ushtarake si dhe shkëmbimin e informacioneve të zbulimit me Kievin, ndërsa ka kërcënuar Rusin me sanksione e tarifa. Analistët thonë se arritja e një marrëveshjeje është e rëndësishme për presidentin Trump nga pikpamja politike. Në thelba I ka vënë bast presidencën e tij për arritjen e një lloji marrëveshjeje dhe nuk e di çfarë do të ndodhë pasi ka shumë lojtarë me pozicione të ndryshme në këto negociata, qoftë Rusia, Ukraina apo Bashkimi Evropian. Përpara bisedimeve mes Shteteve të Bashkuara dhe Ukrainës në Xheda që pritet të zgjasin deri më 12 mars, mbështetës të Kievit u mblodhën të shtunën në Washington, ndërsa zyrtarët ukrainas denoncuan një seri sulme shuruse gjatë fundjavës kundër objektivave ukrainas në Donetsk, krahas rajonesh të tjera.